Përshëndetje të gjithëve ju që po na dëgjoni dhe po na shikoni në Radio Eani. Jemi me emisionin Aq të dashur për ju Biofolk. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një këngëtare të mirënjohur të muzikës popullore tradicionale shqiptare, mbretëresha e polifonisë, artistja e madhe Irini Qiriako. Është kënaqësi Irini të kem të ftuar sërish në Biofolk. Faleminderit për ftesën, edhe unë jam shumë e privilegjuar që jam në emisionin tuaj. Gjithmonë nuk kam munguar asnjëherë tek emisioni juaj. Përveç nga emri që ka Biofolk, identifikon artistët më të mirë të muzikës shqiptare. Ju jeni më e trevës së jugut, po një artiste që të don i madh e i vogël, pra të gjitha moshat të pëlqen këngët tuaja. Prandaj e theksova që nuk mungoj, po vi me kënaqësi sepse ju jeni e vetmja radio që ju jepni këngën e vërtet shqiptare të gjitha trevave të Shqipërisë. Edhe për të cilën ne kemi nevojë shumë, populli shqiptar e do shumë sepse është geni i tij kjo këngë që është thesar i folkut shqiptar. Keni disa dekada që këndoni polifoninë dhe muzikën popullore të jugut. Jeni e lumtur me gjithë të karrierë, pra çfarë ndjeni në këto momente që ju keni dhënë një kontribut, po jeni edhe pëlqyer nga të gjitha trevat? Në fakt jam shumë e lumtur që për gjithë të karrierë të gjatë, sepse koncertet e mia janë të panumurta. Kam 43 vjet karrierë në skenat shqiptare dhe në skenat botërore, dhe ku ka marrë dorë trokitje të publikut shqiptar dhe të publikut të huaj. Dhe nuk ka lumturi më të madhe kur aty merr dorë trokitje dhe fjalët më të bukura, përgëzimet më brillante nga publiku shqiptar dhe publiku i huaj. Unë do të mbetesha pak tek publiku i huaj. Ndoshta polifonia, keni interpretuar polifoninë apo këngë të muzikuara popullore, dhe çfarë përjetoi publiku i huaj ndërkombëtar me interpretimin e këngëve tuaja? Në fakt polifonia është një vlerë unikale, është e vetmja që kjo ruhet nga UNESCO-ja si vlerë unikale botërore. Dhe unë jam e privilegjuar që këtë këngë polifonike ta interpretoj në gjitha skenat e botës. Dhe publiku i huaj është mrekulluar. Imagjino tash të qaj francezi, të qaj suedezi, të lotoj gjermani, italiani, nuk është kaq, domethënë kjo është një këngë që edhe pa kuptuar fjalët, thoshte publiku i huaj më tregonin, edhe pa ne që nuk e kuptonin fjalët, neve e merrni mesazhin nëpërmjet këngës suaj dhe interpretimit tuaj. Kuptonin se përse bëhesh e fjalë. Si mendoni për brezin e ri sot? E duan polifoninë dhe a duan ta interpretojnë për të vazhduar në breza edhe polifonia, pra jo vetëm tek juve, apo ka ndoshta një zbehje? Sigurisht ka një zbehje shumë të madhe, sepse emigracioni ka nikur shumë nga Shqipëria dhe nuk kthehen më, aty kanë ngelur plejt dhe kjo është zbehur, dhe për këtë, domethënë, këtë ndjej një dhimbje shumë të madhe në shpirt. Por unë kam dhënë gjithmonë mesazhe Ministrisë së Kulturës, i kam dhënë mesazhe që kjo këngë duhet të studiohet që në klasë parë fillore, duhet bëhet në për shkolla, për shembull gjithë shkollat e jugut duhet ta fusin në orar mësimi dhe duhet që gjithë fëmijët ta interpretojnë këtë këngën, dhe kështu ajo nuk humbet. Por nuk e di, akoma nuk është futur, dhe kjo më dhëm shumë. Përsëri nëpërmjet televizionit tuaj ju bëj thirrje që këtë këngë duhet ta fusin që në klasë parë fillore, sidomos trevat e jugut, që të mos humbasi dhe të mos venitet, të mos shuhet. Këtë merak kam. Shumë e vërtet. Irini, një kontribut të shmuar keni dhënë dhe në ansamblin shtetëror të këngëve dhe vallëve popullore. Keni mall për skenën e operas për të interpretuar sërish? Sigurisht që kam shumë mall, por do thoshja një gjë të vërtet, që kur kam qenë pjesëtare aty, solistja kryesore e këtij ansamblit, aktivitetet ishin goxha, ishin të shumta, kishim shumë aktivitete, por tash kanë rënë aktivitetet dhe shumë të rralla janë.
dhe mundohen që ta mbajnë gjallë këtë polifonin, mundohen, por duhet që dhe ne që kemi kontribuar kaq shumë, nuk kujtojnë të na thrasë njerë. Unë jam vitale në skenë, unë këndoj për shembull, jam në një projekt italian, në një projekt shumë të madh që këndohet polifonia shqiptare dhe polifonia e bautë. Dhe unë jap koncerte aty. Irini, keni me mira këngë që keni interpretuar. Nuk e di ato që dëshironi më shumë kur shkonin në për evente që interpretoni që polifonin, kë keni më për zemër. Dhe nëse është një këngë që e keni për zemër, unë do doja ndoshta këtu për të kënaqur ato që po na ndjekin, ndoshta një fragment. Kënga që kam unë shumë për zemër, është kënga polifonike Këngët e Atë Tim janë ilaç janë shërim, të madhit Lefter Çipa, që po patjetër, mund ta këndoj ta interpretoj vetë kështu. Kënga jone këngë djepi, flakërin si shpata, sa shumë jeta e deshi, e ëmbël si mjalta. Do t'ja marrë si që merret kënga shqiptare, si që më ka mësuar nëna, ktheja një homale. Këngët e Atë Tim janë ilaç, janë more shërim. Të lumë të goja, një zë mrekullueshëm, pra një emocion i jashtëzakonshëm me artisten e madhe Irini Qiriako. Besoj që edhe ato që po na ndjekin, po na dëgjojnë dhe po na shikojnë e kanë përjetuar këtë emocion. Një këngë vërtet e madhe, por interpretuar dhe nga ju mjeshtërisht. Unë të falenderoj shumë për këtë emocion që na dhurove. Edhe unë emocionova, sa e këndoj këtë këngën, gjithmonë më rrëmben një emocion i fuqishëm, sepse kjo është një këngë monumentale, që kjo nuk vdes kurrë. Irini, shikoj që jeni shumë e thjeshtë, edhe sportive, për të keni veshjen sportive, por kostumi nuk e harroni kurrë. Kostumi është ai që e përmbush më shumë këngën. Patjetër. Unë kur dal që këndoj këngë polifonike, dal me këtë veshje, me këtë kostum, i cili është një vlerë e madhe e kostumografisë shqiptare. Ky është kostumi i lunxhërisë. Dhe në gjitha skenat e botës, publiku kur sa kemi mbaruar koncertin dhe kemi dal jashtë dhe na ka atakuar, për shembull në Francë, magnifik! Kostumin, kaq shumë e pëlqenin. Sa vjeçar është kostumi? Ky është 50 vjeçar, por unë kam pas një kostum tjetër në ansambël që ai ishte 100 vjeçar. Por i tretur sigurisht në kohë. Dhe kurse këto mund të jenë 200 vjeçare. Po që janë të kostumit, po këto do me është ripi i brezit, do me thënë që kapet këtu, edhe që është shisa i vjetër është, shumë i vjetër, edhe shumë punime që janë punuar, qa mrekulli ka bërë populli jonë. Shisa bukur i ka punuar. Dhe sa mirë që ju i keni ruajtur dhe i mbani edhe kostumin 50 vjeçar. Patjetër. Dhe të pyes Irini, këtë kostum, kur e përdorni, edhe në koncerte apo edhe në gëzime familjare, pra sipas kërkesave? Sipas kërkesave, po kur jam në skenë për shembull, në këto koncerte që jap në Itali, në Austri, jashtë, edhe këtu, kur këndoj këngë polifonike, unë nuk mund ta konceptoj të këndoj këngë polifonike pa kostumin popullor. Sepse duke sikur ke dalë në luftë pa armën. Kështu që kostumi është arma kryesore. Dhe në eventet ndryshme që ma kërkojnë, për shembull, kur dal jashtë shtetit, më thonë Irini, aman të lutem merr dhe kostumin popullor, dhe unë e marr me vete dhe kostumin popullor. Edhe vesh edhe publiku dhe mrekullohet, çmallet, sidomos shqiptarët, çmallen, kanë mall, sepse kanë në vizionin e tyre si film model gjithë arti, vepra dhe arti i ansambli shtetror të këngëve dhe valleve popullore dhe i gjithë trevave shqiptare. E keni zërin në formën më të mirë. Keni menduar ndonjë për ndonjë recital?
Pra jeni qoftë edhe fizikisht në formën e mirë, qoftë edhe me zë, ndoshta një recital për ta kënaqur publikun, keni kaq shumë këngë. Po dëgjoj, unë recitale kam bërë në ansambl, kam bërë shumë koncerte recitale, por tash është pandemia dhe me pandemin e kisha dhe me Mond Xhulalin, me bashkëpunëtorin tim, kompozitorin e madh Mond Xhulali, kisha në mendje, do më kishim në mendje që të bënim një recital. Mi po ra pandemia dhe akoma tash nuk lejohet, edhe presim kur të mbaroj kjo, kur të çlirohemi. Edhe kam në mendje që dua ta bëj një koncert recital. Të të pyes edhe për këtë vit, ndoshta pandemia pak kufizimet ishin më të lehta. Keni pasur besoj aktivitet, ndryshe nga një vit më përpara. Një vit përpara ishim totalisht të izoluar, këtë vit jo dhe kaq shumë, përsëri të kufizuara, kisha koncerte këtu në Shqipëri, në Itali, me këtë projektin italian. Ishte festivali më i madh në Itali, festivali Taranta në një qytet të vogël pranë Lecces, qytet i lashtë. Edhe aty kishim koncertin me këtë kostum, veshur me këtë kostum. Edhe, do me thënë, të reduktuara, por shqyqyr zoti që dham koncerte. Tashi presim se si do vi në rrethanat më vonë. Dhe së fundi një mesazh, një përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit Biofolk në Radio Eani nga Irini Qiriako. E uroj të gjithëve që ta ndjekin këtë emision, këtë që jep radio në juaj, sepse ju këtu transmetoni vlerat më të çmuara që ka folku jon shqiptar. Dhe për këtë ju vlerësoj dhe ju respektoj shumë. Dhe ju uroj të gjithëve të kenë lumturi, të kenë shëndet të plot në familjen e tyre, dhe çfarë t'ju dëshiroj zemra atyre. Unë të falenderoj shumë dhe të uroj të kesh shëndet në radhë parë dhe të kesh aktivitete sa më shumë. Faleminderit. Këto aktivitetet që unë i kam, do me dua me gjithë qenien time i dua aktivitetet. Irini, ishte shumë kënaqësi të isha sërish me juve edhe për emisionin Biofolk. Dëgjues dhe shikues të Radio Eani dhe të emisionit Biofolk. Ishim në këto minuta me artisten e madhe, mbretëresha e polifonisë Irini Qiriako. Na prezantoi dhe kostumin e saj pra që e vesh gjithmonë. Na këndoi, ndoshta edhe mund të na këndoj një moment tjetër prap. Nuk e di, sepse është gjithmonë ti nuk thua jo. Nuk them jo, për shembull, mund të këndoj këtë do marrë çiften, po e pëlqen. Do marrë çiften, do dal për gja, jaman shoko more, jaman. Do marrë çiften, ore do dal për gja, jaman shoko more, jaman. Të falenderoj shumë, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Vërtet shumë e madhe dhe uroj që të takojmë sërish dhe të kemi sërish sa herë, sepse je një artiste me vlera të mëdha kombëtare dhe edhe ato që na ndjekin duan mesazhet tuaja, zërin tuaj, prezencën tuaj. Dhe njëherë faleminderit sinqerisht. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën, që më respektoni dhe më vlerësoni dhe ju uroj suksese dhe vetëm suksese në misionin tuaj kombëtar, do thoshe, shumë kombëtar. Faleminderit. Miq të dashur, ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, gjithë ju që po na dëgjoni dhe po na shikoni në Radio Eani dhe do të jemi në emisionet e ardhshme me të tjerë artistë folku shqiptar. Miro takofshim.